Имавме консултативна средба со партнерите од коалицијата. Biseduam mbi të gjitha rrjedhat dhe zhvillimet politike në vend. Разговаравме околу сите околности и политички случувања во земјата. Për të gjitha opsionet e mundshme që janë dobi të vendit. За сите можни опции кои што се од полза за државата, за земјата. Sigurisht ishëm të gjithë dakord që kemi përgjegjësi që këto zhvillime të drejtohen се сложивме дека сите имаме одговорност за овие прашања да земат добар правец. Ky ishte një vullnet që u shfaq nga partnerët e koalicionit. Тоа беше волјата која што се изрази од партнерите на коалицијските партнери. Mendojmë që çështjet në të cilat ne sot diskutuam, ti vendosim në diskutim, në debat, në organet e drejtuese të partive. Одлучивме за прашањата кои што денеска дискутиравме, разговаравме да ги ставиме на дебата во органите на партијата. Partitë do të jenë ata që do të marrin vendimin për kandidat. И партиите ќе бидат тие кои што ќе превземат конечната одлука. Mbetet që kontaktet të vazhdojnë edhe më tej për konsulta shtesë dhe për informacione më të përpunuara që në të ardhmen sekretarët organizativ të komunikojnë. И остана за воиднина за дополнителни консултации и дополнителни информации помеѓусебно да разговарат организацијските секретари на двете партии. Rëndësishme është që të respektohet edhe vullneti I shumicës së qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Значајно е да се почитува и мнозинството, волјата на мнозинството на граѓаните на Република Македонија. Dhe vendimi që do të merret jetë një vendim I drejtë. И одлуката која што ќе се донесе да биде правилна и од полза. Po edhe porosia që të jetë një porosi edhe në dobi të shtetit, po edhe të partive politike që ne përfaqësojmë. Како и пораката која што ќе се пренесе да биде од полза за државата и за партиите кои што ние ги представуваме. Zotë Ahmeti, do të insistoni që të jetë Дали ќе инсистирате да биде I propozuar nga partia juaj ose кандидат предложен од вашата партија или ќе попуштите да биде кандидат и од СДСМ кој што би бил прифатлив за вас? Sigurisht konsultat vazhdojnë. Секако дека консултациите ќе продолжат. Dhe në të mirë të vendit është që ai kandidat I cili И за доброто. do të ketë përkrahjen shumicës palëve që dialogojnë. И за доброто на земјата, тој кандидат кој што ќе има поддршката од мнозинството, од страните кои што диалогираат, да излезе од ова волја. Partia autorizoi që ju të merrni vendimin për kryetarin për presidenciale, sa do të shkoni me Partinë Shqiptare apo me LSD-n, por juve personalisht është I pranueshëm Nikola Dimitrov si kandidat konsensual, pasi që emri I tij u sill shumë. Dali Nikola Dimitrov e media online për shkak të background-it të tij edhe të kalumës që ka mbrojtur faktikisht Johan Tarshullovski, një I dënuar për time luftet e shqiptarëve. Takimi I sotëm nuk ka lakuar emra. На денешната средба не разговаравме за имења. Dhe mbetet në të ardhmen që И останува për detajet të flitet. Воиднина за деталите да разговараме. Дали е прифатлив? Tash unë nuk mendoj që duhet jap Не мислам дека треба да дадам apo vullnet мислење или моја волја како председател на партија. Patur një analizë më të Да имам detajjuar по-детална анализа që procesi të jetë I suksesshëm. за процесот да биде Procesi успешен. do të mund të gjendet emër Ако не може да се постигне коалиционit, por edhe gjithë partive да се изнајде име кое што е прифатливо. Do të kishte mbështetur BDI që të jetë vetë kryetari I LSD-s kandidat. Дали би го поддржале Зоран Заев за кандидат? Nie do pyetja për shkak. Mendoj që në këto detaje Сметам дека nuk kemi во овие детали не влеговме воопшто.
Po mund të jap një mendim tani. No možem da dodam. Moje mišljenje, što već je barate moje mišljenje kako predsjedatelna partija. Ne smatram da bi bilo dobro. Председателот на партијата во овој случај на ССМ да кандидира за председател. Не смета дека е добро тоа. Вие лично би се кандидирали? Вие лично, дали би се кандидирали? Не. А кои имиња на вашите анкети исплегуваат напред? Sigurisht që emrat të cilat anketohen kanë mbështetje. Дека имињата кои се анкетираат имаат поддршка. Sigurisht do të analizohet. И сигурно дека ќе анализираме понатаму.